le të bjerë. Njeriu i mirë shpesh rëzohet, rrugët e jetës i ka me gur, por edhe kur zemra i thyhet, Allahu se lë kur në bajt kur. Njeriu të mirë e të drejt, jeta i sjell shumë sprova, bie sot nesër ngrihet prap, me durim vazhdo në rrugën. O Zot më ndihmo ti. Allahu kur nuk e dorëzon atë që me zemër drejt jeton, edhe kur bota mbyll një der, ai ta hap një tjetër për her. Mos u trem kur rëzohesh sot, ngrihu ec, mos shiko prapa, pas donat vjen një drit, pas do loti shpresa. Një burr nuk der lot për çdo grua, jo çdo zemër e prek kaq thellë. Nëse ke parë duke qarë për ty, kishe vend të veçantë tek ai. Se merë si dopsi atë lot, se loti së shtur për një burr. Kur zemra dashuron me të vërtet, dhimbja bëhet më e rëndë segur. Allahu kur nuk e dorëzon atë që me zemër drejt jeton, edhe kur dashuria të plagos, ai ta shëron zemrën nga dal. Mos u trem kur rëzohesh shiko prapa, çdo dhimbje ka një mësim, çdo lot një dit bëhet shpresë. Ndoshta sot nuk e kupton pse kaq shumë të dhem kjo jetë, por një dit do ta kuptosh se sprova të bëri më të forët vet. E nëse dikush të humbi ty, mos mendo se humbe gjithçka. Allahu e di çfarë mban zemra dhe çfarë të duhet në jetë. Rëzohu, por ngrihu qaj, por mos u dorëzo. Nëse zemra jote beson, Allahu rrugën ta trego. Allahu kur nuk e dorëzon zemrën që beson e duron, edhe nëse rëzohet 100 her, ai e ngre përsëri në këmbë. Dhe nëse një burr ka qarë për ty, mos e harro atë lot në sy, se burrat nuk shajnë për çdo grua, por për atë që kanë dashur me shpirt. Njeriu i mirë mund të rëzohet, por kur nuk betet për tokë, sepse kur zemra ka besim, Allahu jep forcë edhe një herë.